Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme do të fokusohemi tek marrëdhënia midis kryeqyshqive. Do të ndalojmë në një histori të veçantë se si përpara 7 muajsh kunetrit i kanë marrë bashorten, pra motrën e tyre, përkundrejt 40 milion lekëve që personazhi i ftuar ditën e sotme 47 vjeçari i kishte dhënë kunetërve. Kunetrit kërkojnë t'i falin borxhin dhe t'i kthejnë bashorten. Kush është historia e këtij 47 vjeçari, na një material i përgatitur nga gazetarja Odeta Dume dhe rikthehemi jo vetëm me rrëfimin e tij, por edhe me ballavaqimin e kunetërve. Ai është 47 vjeç dhe vjen nga qyteti Krujës. Uri Mjeshtri ndodhet në studion ton për të bërë një denoncim dhe pikërisht 2 kunetrit e tij, Ali dhe Artan Dermexhiun. Këta 2 të fundit i kanë marrë me dhunë bashkëshorten para 7 muajve, duke i vënë kushtin që ai t'ju fali borxhin prej afro 40 milion lekë të vjetra. Ngjarja është akoma më e rëndë kur kemi të bëjmë me pengëmarrje dhe në rastin e fjalë është motra e tyre. Urimi dhe Shpresa kanë 2 vajza, që aktualisht janë 19 vjeç dhe 18 vjeç, dhe të dyja janë të sëmura nga shëndeti mendor. Para 7 vitesh, Urimi i dorëzon të dyja vajzat në një institucion shtetëror, pasi kushtet ishin të vështira dhe emigron drejt Greqisë për të punuar. Por paratë që arriti të fitonte në emigracion, i humbi, pasi 2 vëllezërit e nuses i morën duke e mashtruar. Në kundërpërgjigje, ata i kanë marrë nusen dhe i kanë vënë kushtin që për të kthyer nusja e tij në shtëpi apo motra e tyre i kërkojnë Urimit që ai t'i fali borxhin. Në fshetësi, ai është munduar të lidhi kontakte me Shpresën dhe kjo e fundit është nën presionin e 2 vëllezërve të saj. Ky 47 vjeçar do të rrëfejë jetën e tij teje të vështirë dhe të kërkojë ndihmën e institucioneve që bashkëshortja t'i kthehet në shtëpi dhe 2 kunetrit t'i kthejnë shumën e parave. Me këto para, ai dëshironte të blinte një banesë dhe të merrte 2 vajzat dhe të jetonin në një familje, një dëshirë që po ja pengojnë ta realizojë. Kërkon rikthimin e bashortes në gjirin e familjes për të vazhduar jetën së bashku, ndërkohë që deklaron në studion e emisionit Me Zemër të Hapur dhe në kronikën e përgatitur nga kolegja Odeta Dume se ja kanë marrë në mënyrë të padrejtë përkundrejt borxhit prej 40 milion lekësh të vjetra. Kush është historia e vërtet? Çfarë do ndodhi në ballavaqimin midis 47 vjeçarit dhe 2 kunetërve dhe 2 vëllezërve të bashortes, të cilët e kanë marrë prej 7 muajsh motrën e tyre në gjirin e familjes? Çfarë do të na thonë nga ana tjetër e telefonit? Na ndiqni ditën e sotme në këtë rrëfim të drejt për drejt në studion e emisionit ton, por dhe për të marrë orientimin sa më të saktë, si emocional ashtu edhe ligjor. Me mua në studio zoti Urim Mjeshtri. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Përballë teje dhe në krahun tim do të jetë avokatja dhe ndërmjetësja Gjoj Nela. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Në kronikën e përgatitur nga gazetarja Odeta Dume kemi versionin e një rëspal, ndërkohë që priten zhvillime gjatë transmetimit të sotëm, ballavaçimi midis 2 kryeqyshqive apo miqësive, siç quhet edhe në zhargonin e përditshëm të popullit ton. Dua të ndaloj pak Gjoj, e shikon më tepër si një hapësirë ligjore pjesën e borxhit dhe rikthimin e bashortes si pjesë e ndërmjetësimit, ku do ndalosh më shumë ditën e sotme? Mendoj që situata sot do ishte më mirë sikur të trajtoheshe me dispozitat e ndërmjetësimit, sepse është mënyra më e mirë që këta të normalizojnë marrëdhënie dhe sigurisht secili të marrë pjesën që i takon, që do të thotë duke parë edhe në këndvështrim të dispozitave ligjore, edhe për pjesën e borxheve që kunetërit këtij zotërisë detyrohen, megjithëse me sa shikoj nuk kemi asnjë dokument të cilin e vërteton, por ndoshta ka dhe fakte të tjera që ndoshta zotëria sot do na i thot, edhe do ndalesha pak më shumë edhe tek pjesa e rrëmbimit të bashkëshortes, nuk e di sa është dëshira e saj që ka shkuar, ne duhet të dëgjojmë edhe versionet e tyre për të arritur në një konkluzion. Pra, nëse ajo qëndron pa dëshirën e saj tek vëllezërit dhe mënyrën se si e kanë marrë vëllezërit, paktën siç ka pretenduar 47 vjeçari, teksa ka bërë denoncimin pranë redaksisë e emisionit Me Zemër të Hapur, duket si një rrëmbim. Megjithatë, gjithçka do zbulohet në një ballavaçim ditën e sotme
pse jo dhe deri në minutën e fundit të kemi një ndërmjetësim televiziv dhe më pas ligjor nga ana jote apo jo. Gjithsesi, dispozitat ligjore do fokusohen për mënyrën se si është marrë borxhi, por një apel edhe për gjithë ata që na ndjekin. Marrëdhëniet familjare, marrëdhëniet me misive dhe kushqive është paksa e ndërlikuar ajo marrëdhënia e besimit që shqiptarët me sa duket e kanë, sepse më miraton edhe Lorela Garuli, përshëndetje, mirë se erdhe. Pedagogje psikologjisë, psikologja jone përhershme, përshëndetje. Do doja këtë marrëdhënien e besimit që kanë shqiptarët në dimensione të ndryshme, por ditën e sotme sidomos në ato financiar. Edhe prindi me fëmijën, edhe motra me vllajin dhe gjithçka që ndodh në jetën tonë të përditshme. Si duhet jenë nga ana ligjore? Ma shpjegon Gjoj, por emocionalisht pse e kemi të vështirë t'i themi dikujt për të firmosur një dokument? Pikërisht, faktikisht në botën perëndimore ose ato që ne gjithmonë synojmë apo marrim shembuj, këto janë marrëdhënie që janë të kristalizuara dhe të stabilizuara më së miri. Do të thotë në këtë rast është fjala për një shumë të madhe parash dhe zotëria me shumë mirë besim ja ka dhënë. Sigurisht që kjo nuk është çështja që nuk do të kishte besim nëse do të kërkonte firmosje një kontrate, por që faktikisht do të ishte shumë e vlefshme dhe do të parandalonte ose do të shmangte gjithë këtë kaos dhe mesele, që përveç pjesës financiare tani mbi vendos ca problematika të tjera familjare. Ideja që nëse gjithmonë ngjarja, sepse ne flasim brenda kuadrit që dim këtë anë, nëse ngjarja është kjo që ne po dëgjojmë tani, është shumë e padrejtë ajo që kunetrit po bëjnë. Kështu që besoj që dhe nga ana ligjore duhet të ndërhyj përtej këshillave të një psikologu, besoj që këtu duhet ndërhyj ligji dhe një dorë më fort rregulli. Jeni shumë pak ju psikologët, të paktën në studion e emisionit Në zemër të hapur që flisni me gjuhën e trupit dhe teksa unë bëj pyetjet për kacë, më miratoni vazhdimisht. Jeni të pakta, jeni me kokra, të paktën ju që jeni do doja të ndaloja në diçka tjetër tek pjesa ligjore që do flasi Gjoj mbasi të marrë detajt e të dyja palëve, por ballafaqimi është shumë i rëndësishëm sepse pash një miratim nga ana jote. Është shumë i rëndësishëm sepse ne e dim a priori, domethënë e dim gjithë pa nisur, domethënë ta tregojmë dhe ta rrëfejmë ngjarjen, që ku ka konflikt, sigurisht që asnjëherë nuk është 100% faj i dikujt. Dhe jo për të mos folur për faj, sepse më shumë për përgjegjësi, për shkaqe dhe pasoja. Do të thotë që ka diçka që mbase ne do duhet ta dimë më mirë. Dhe ajo që bëhet është shumë pozitive dhe eficiente në këtë studio është që gjithmonë përpiqemi që t'i sqarojmë të dyja palët, do të thotë të dyja anët e peshores për të parë ekuilibrin. Kur japim një shumë parash kaq të madhe, siç pretendon edhe 47 vjeçari, do të ishte më mirë Lorel, por dua të di edhe nga Gjoj që të paktën nëse nuk paraqitemi tek noteri ose në mënyrë institucionale diku tjetër për të firmosur, për të mos ofenduar personin që kemi përballë, se është ajo çështja e besimit që ne kemi shumë të theksuar si popull, por që kjo çështje besimi na kthen pastaj edhe në konflikte të padëgjuara më parë, do doja të ndaloja pak sa vlerë ligjore do kishte, qoftë edhe një firmosje thjesht në mënyrë individuale, pa shkuar tek noteri Gjoj. Faktikisht visi edhe në gjykatat shqiptare dhe nga praktika jonë gjyqësore, domethënë kemi patur raste që njerëzit kanë dhënë borxh ose detyrime financiare nëpërmjet një letre dore duke firmosur vetëm ata. Dhe kjo ka patur shumë rrallë sukses, sepse edhe kjo nuk ka sukses. Nuk ka sukses sepse vërtet ti me një deklaratë dore vërteton një fakt që ja ke dhënë, por deklarata e dorës sot tashmë nuk është mënyra më e mirë për të ndërtuar këto marrëdhënie. Prandaj duhet të kur ka dëshmitar në dhënien e këtyre parave, që mund t'i japësh nga praktika gjyqësore, rastet e rralla që kanë qenë, ka rezultuar që ka patur dëshmitar dhe është vërtetuar fakti që dikush vërtet ka dhënë këtë vlerë financiare nëpërmjet dokumentit të dorës. Pra dëshmitari ka më rëndësi se sa firmosja e një dokumenti. Sigurisht që ka raste që futen edhe dëshmitarët në procese, po kanë qenë më të rralla dhe jo gjithmonë të suksesshme. Moralisht si do të ishte Lorel, ti do ishe besoj për një sigurisht që unë jam për kësaj, moralisht sepse pala që po merr borxhin, nuk ka fare pse të ndihet sikur po tregohet mosbesim, po është diçka që i shërben transparencës së të dyja palëve. Deri ku duhet shkoj besimi në dhënien e borxhit, ne do flasim vetëm pas pak, besoj se duhet dëgjojmë një herë, jo vetëm 47 vjeçarin, por edhe përballjen sepse unë nuk e di do pranojnë kunetrit e tij të jenë drejt për së drejti, sepse ai e ka quar në mënyrë të padrejtë, pra rrëmbim mënyrën se si është marrë bashortja e tij përpara 7 muajsh. Do ta quajë ti një të tillë, nëse është pa dëshirën e saj? Sigurisht që është rrëmbim nëse është pa dëshirën e saj. Po jam e bindur që nëse do të komunikojmë në telefon me zotrin, do të japet një variant tjetër, se shumë subjektive. Je bindur për këtë? Je bindur sepse duan të kenë vetë mbrojtjen apo? Jam e bindur sepse secili ka mënyrën e vet se si shikon ngjarjet e para e punës dhe e dyta është që mund të ketë realisht diçka që ne nuk e dim. Po nëse përdoret ky presion
doni na fal borxhin të kthejmë bashortën? Nuk është fare drejt, prandaj thash nëse është kështu, që nga fillimi i herës unë thash nëse është kështu ngjarja, siç ne po e dëgjojmë këtu, atëherë besoj që është diçka, është një rregull më i fortë dhe duhet dora e shtetit për të vendosur pak pikat mbi. Ta shikojmë se si ka qenë situata në kënd vështrimin e 47 vjeçarit zotit Urim, i cili është me mua në këtë studio. Zoti Urim, do doja të dija sa vite keni martuar me bashortën tuaj? Unë kam vite 20 vjet që e martuar me të. 20 vite. Po. Si ka qenë njoja juaj? Një vit fjes, 21 vjet. Marrëdhëniet tona kanë Si e qenë ke njohur ti bashortën tënde? me shoqëri, me miqësi. Me miqësi, me shkuesi. Me shkuesi. Me ndërmjetës. Pa, me ndërmjetës. Unë kam ardhur këtu në fjalën në Kruj për një të ardhme më të mirë. Edhe që të krye familje më të mirë. Njerëz të mirë kam ditë se njerëz me logjik, me kulturë, me moral. Si ishte njoja e dy familjeve, dy krushqive, ose njoja jote me bashortën? Ishte e thelluar sepse ju thoni që keni qëndruar një vit fejes. Fejesa të paktën është një mënyrë shumë e mirë për t'u njohur me dikë, apo jo? Si ka qenë marrëdhënia juaj? Jo vetëm me bashortën, por edhe me familjen e saj. Shumë mirë. Gjatë kohës fejesës. Shumë mirë. Si ishte prezantimi i parë me to? Shumë mirë. Unë prezantoj. Çfarë ju tha? Çfarë i the? Çfarë i premtuat njëri tjetrit? Do të mësh nëse tha, hapi si të punoj, jeto, ble shtëpi, puno, si gjithë tjerë. Si gjithë tjerë, ma të punon në jashtë imigrim. Këto janë kushte, zoti Urim, të cilat ti ndoshta nuk i ke plotësuar, sepse i ke plotësuar. Keni blerë edhe shtëpi. Kam blerë shtëpi, to parat që i kam blerë, unë me gjithë është aty vllai i gjend aty shike, vllai. Mbas sa kohë është martesë ke blerë zoti Urim? Unë kam blerë shtëpi, në fakt, këto futën piramidët 97-98, futën piramidët një 15 milion, ato ikën totalisht, ato eliminuan. Ikën ato parat. Kush i futi në piramid lekët? Kunetrit e tu? Kunetrit. Kunetrit, ti jo? Jo. Ti nuk humbe para? Paratë mijet. Parat e tua. Parat e tua ti morën ty dhe i futën tek piramida 97. Po thuaj pak pse ja u dhe këto para? Tela që me mor interes, me përqindje, edhe që të blem një zëri më të madh, shtëpi më të madhe, prandaj. Një shtëpi më të madhe, 2 dhoma kuzhinë. Ti blenit ju shtëpinë më të madhe? Po. Ti jetoje vetëm me bashortën, jo dhe me kunetrit? Po isha me qira, kam qenë me qira. Ki qenë me qirana atë kohë? Me qira. Pastaj unë e bleva shtëpinë, vajta në Greqi. Ju ku punonet, në Shqipëri apo jashtë? Ka punon jashtë, emigracion. Jashtë, në emigracion. Ku? Në çfarë shteti? Në Greqi. Në Greqi. Dhe gjithmonë aty ke bërë parat? Po, aty jam. Gjatë kohës që ti qëndroje në Greqi, pse nuk e ke marrë bashortën, si të gjithë shqiptarët e tjerë që bëjnë bashkimin familjar në shtetet ku shkojnë emigrant? Ti pse vendosi që bashortja të rri këtu? Po, nuk e marrë mendim se për arsye sepse do të thoshti nosja është që pa qef. Shumë me operacione. Edhe kështu që nuk e marrë ato iniciativën me vetëm Greqi ma. To probleme shëndetësore bashortja e kishte përpara se të martohej me ty apo gjatë kohës që u martua me ty? Këtë i ka pas pak. I ka pas, dhe ti e pranova ashtu siç ishte. Po çfarë bëjmë tash? Jeta ajo ka qenë kismet. Se pranova se mos i njes mirë, rrot mirë, nëse e horte mirë. Mu plantime më përshtatëshe. Që ti jemi realist, unë plantime më ndosa që të kalesë më da. Si ishin afatet e tua kur jetoje në Greqi? Sa kohë jetoje në Greqi dhe sa kohë jetoje në Shqipëri? Vaqarë në Greqi, vaqarë. Po pra, po si e bëje, si e ndarje këtë kufi? Ishe më pranë familjes apo ishe më larg familjes? Si e bëje ndarjen e kohës? Unë tani, unë atje menën këtu. Punë atje, menën këti. Pa dyshim. Po të pyes për afatin kohor, sa kohë qëndroje në Greqi? 3 muaj, 4 muaj, vaqarë, vije pa. Sa qëndroje në Shqipëri? Gjatë timit. 4 muaj. Do me thënë më shumë kohën e kaloje në Greqi, apo jo? Atje. Dhe asnjëherë nuk mendove ta merrje bashortën dhe të krijoje familjen tënde atje? Jasme, jo. Pak më përpara, edhe pse ka ndodhur gjithë këto gjëra në familjen tuaj, që ju i treguat më parë, marrjen e parave borxh, lënia në firmat piramidale, përzirimin e një banese sepse jetoje me qëra, ti përsëri thua që bashortja ka qenë një bashorte ideale, por krahasimisht me bashortën më thua zoti Urim që ke pasur edhe familja e bashortës është një familje shumë e mirë. E mirë. Por çfarë po ndodh kohët e fundit? Pse nuk po merreni vesh me njëri tjetrin? Nuk e gjem atë mënyrën e duhur. Nuk di ku do dalim, nuk di se në gjetë gjuhën e përbashkët. Ku filluan të konfliktet e para me kunetrit e tu? Tani, mas i morën, ushtu më fjallë nga fali zotit di vajza. Pastaj unë vajta pap Greqi imigracion, vija pap, veja tja, vija pap, shkoja tje, pap tja. Ato para që më ikën, ato eliminu ato humbën, si gjithë shqiptarëve, po. Ato ikën ato, piramidët, si bërzit tjetë e në mua. Tani rrith puna që ishte këtu. Tani pa tjera, vazhdo të punot jo, vazhdoja pap me vllajnë, vija këtje, shkoja ndje pap, era pap këtje vija, shkoja tje pap,
me vlajnë, edhe i bëm ca para, ma qarë, me shputjen, ka pak, ka 5 milion, ka 10 milion, ka 8 milion, ka 5 milion, i thashun, tha mua dhe i fusim, tha në bankë, tha në Tiranë. Po. Dhe është banka ma e mirë, sigurt. Po mirë, jetën tënde kush e menaxhon te Urim? Kunetrit e tu e menaxhonin? Po tani unë isha jabanxhi shpitime. Po pra, gjatë kohës që ti qëndroje shumë kohë në Greqi, ishte bashortja juaj, motra e tyre që menaxhonin nga vëllezrit, apo jo? Komandonin në shpitime, komandonin ato. Totalisht unë... Komandonin ato? Ato, 20 vjet. E kishe pranuar pra ti këtë gjë? Po tani mos i pësim shpion e ato, dhe komandonin, kush dhe vini ju ose tjetë, po pse nuk ishte hap bashortja jote të komandonte vetë dhe të menaxhonte parat që ti grumbulloje nga emigracioni? Unë duke mi besim, duke kanë parat, mi besim, duke ditë se njësë mirë, njësë torë, njësë familje, mi kanë respektu gjithë popët e Kurtan, kam respekt për popët e Kurtan, shumë popët e mrekullueshëm, njësë me... Urim ti vetë nga je që... Unë nga ju, kufi me Libanin, edhe me Dibën, kufija, nga ju jam. Dhe ti nga vendlindja jote erdhe drejt Krujës për të krijuar familje me bashortën. Bashortja është nga Kruja? Po, Krytana është ajo. Është Krytana. Kuptoj. Dhe kunetrit të sugjeruan që ti këto parat e grumbulluar nga emigracioni, ti sille dhe ti depozitoje në një bankë në Tiranë. Po, bravo. E kështu që më thanë, ketë sigur. Qupat, vajzat qupat që kam ati ke një sekcion, shtator, unë i kam shumë me kontrakt për 5 vjetë. Tani tha, mos 5 vjetë ta, kur ti mojsh vajzat ta qupat, këteja, parat i kemi këtu, tha, në bankë, tha, ble shpi dëzim më të malë, 3 dhoma e kuzhin, i kam pas patën, i kam pas lekë. Meri mas 5 vjetë, kontrata marron, meri qupat ta, e gjithë realiteti, kjo është historia. Dhe shpina jetoni të lumëtër. Mirë, do ndalojmë pak tek vajzat dhe vajtja e tyre në atë lloj institucioni. Ne dëgjuam në kronikën e përgatitur nga gazetarja që ju keni deklaruar në denoncimin tuaj që vajzat kanë probleme të shëndetit mendor. Edhe e madhja dhe e vogla. Po, çike më e vogla më ndryshe pak, më e madhe nuk është në gjendje. Si përjetuat ju ardhin në jetë të 2 fëmijëve të cilat vuajnë nga shëndeti mendor dhe aq më tepër që janë vajza? Po pikërisht të tajme. Të tani thënë, o do më bën person mua, e në shtëpi, mu vajta në Shkodër, të kanë shkut vajzën që këtëja, shpi në certifikat atje. Po, e shef avokatja, po? E kanë shputur në Shkodër, pa mendimin tim, pa më pitë mu fare, si bab që jem biologjik, e kanë shput që në gjenë civile këtu, në Shkodër, unë s'kam dëgjë fare. Pra e kanë shkëputur nga trungu familjari juaj për ta kaluar ku? Në Shkodër, në sekcion Shkodër, në shtëpi e fëmijëve. Mirë pra, bën transferimin nga Durrësi në Shkodër, po jo nga trungu familjari juaj. Nga trungu familjar është ekon, shive. Ka kaluar në trungu familjar të kujt? Apo ka kaluar, po? Në Shkodër. Kjo e gjithë që bën histori, kjo që bëhet, kjo fjalë që bën të... që bën ndarje. Marrjen e bashortës me forcë. Që bën presion të nga vajzat, nga qupat. Sepse të tani thot, o meri thot qupat, jeto me qupat ke shtëpia, vetëm, ose leri qupat andi thot, jeto me gruan. Vë kusht mua. Megjithatë, këtë kusht ta kanë vënë kunetrit e tu. Unë do doja që kush ka qenë mendimi i bashortes tënde, por vetëm pas pak, zoti Urim, sepse është momenti të ndjekim një tjetër hapësirë publicitare dhe rikthehemi drejt për së drejti në studion e emisionit tonë. Miqtë e mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejt për drejt me 47 vjeçarin i cili pretendon se 2 kunetrit e tij përpara 7 muajsh i kanë marrë bashorten me kushtin që t'i fali 40 milion lekë të cilat i kishte dhënë borxh tek ta të fundit. Zoti Urim, jemi pikërisht në momentin e vajzave. Vajzat e tua, të cilat kanë qenë të rehabilituara në një institucion shtetëror në Durrës, njëra prej të cilave ka kaluar në qytetin e Shkodrës pa të marrë leje, thoni ju. Është bërë mollë sherri për sa i përket konfliktit të parë që besoj ke pas me kunetrit, apo ke pasur edhe konfliktet të tjera? Tani. Kur e mësove faktin që njëra prej vajzave është ndarë nga motra tjetër dhe është në një rezidencë në Shkodër? Kur e mësove këtë fakt? Unë mësova, ku vajta në gjenë civile, për të marrë një certifikat. Më dushte. Pra vajza ka dalë trung familjar në vete? Ato mu më akuzun, ato mu më thanë më mashtusta mu, organishtar. Ato të gjenë civile. Po motra thashëm, më falë, thashëm, që është e fjallë që më akuzoni. Unë i dhja se isha totalisht në regullë. Nuk isha probleme me ato, mas njëri, as këtë gjendë civile, as atje. Pse duhet flisnin punonjësit e gjendjes civile në këtë gjuhë? Ti deklarove që të dyja vajzat janë në trungën tënd familjar? Po. Shkëputjen kush e kishte bërë? E kam bërë këta shkëputjen. Ku e di ti? Po vajte me marrë një certifikat me trek, me që ke... Pra ti vetë thua, unë nuk e kam bërë, atere? Në asë mënyrë.
Po. Prej sa kohësh jetonin vajzat në një institucion në Durrës? Prej sa kohësh? Po kanë 2 vjet gati të ndus. 2 vjet. Po pastaj e vajtën e çuan në Shkodër. Me miratimin tënd, 2 vjet kanë jetuar në po. Durrës. Unë kam bërë të gratë. Në institucion. Po, ti dhe bashortja për 5 vitet qëndroj Kam bërë aty. kontratë unë. Më pas shkëputja nga Durrësi në Shkodër thoni ju nuk të shmar leje. Jo, mos marr. befasot, po. Miratimi mos marr. Është marr mirët. Po, po më tani me shput nga trungu familjar çupën e kanë bërë me Ti mënyrë. e vërtetove nga gjendja civile Urim që kanë qenë kunetri që kanë bërë shkëputje nga trungu familjar të vajzës? Si thanë punojësit e gjendjes civile? Më fal thamë, e kanë bërë këto pa drejt. Kërkon falje. Unë thashë mbi keq, unë tani kërkova 10 centime, ç'është bë kjo? Pa drejt. Në gjithë të mori gjërash që ti më thua, ku është bashortja jote? Është ajo e aftë për të menaxhuar pikërisht shkëputjen e vajzës nga trungu familjar, transferimin nga Durrësi në Shkodër? Ajo çfarë mendimi jepte? Çfarë roli kishte në familje? Apo edhe ti nuk e pyesje fare bashortën? Unë tani sa mundsi kemi ajo sa aftësi ka. Kemi ku që do njëri tjetrin, fjalë kemi marrë, kanë marrë i marrë. Ne nuk është lafë që ne dukshë kemi, po, lëati që po, i kemi të Po ka qenë ajo dakord për gjitha këto lëvizje? Ka qenë dakord? Po, mi majtë, në shpi. Këto i bëjnë presion tani, që aktualisht nuk është aftë nusja, motra. Pra, kunetrit e tu kanë pretendimet që motra e tyre, bashortja juaj nuk është aftë për t'i menaxhuar vajzat. Apo jo, dhe nuk duan rikthimin e vajzave në familje? Po, bravo, nuk duan. Nuk e duan rikthimin e vajzave, ti si baba, i do rikthimin e Po, vajzave? i doja unë se fëmijët mi, gjaku im është. Po bashortja, i do që vajzat kthehen në familje? I donë. Po tani bën nga që i bën presion ato, presion, e rafin, e në tani e marrën Se nusën. vëllezërit ushtrojnë dhunë ndaj bashortës tënde? Jo, një motra vetë, jo vëllezër, motra. Sa to Motra. Mirë, motra dhe veta. Mirë, ndalojmë pak se si i ke dhënë këto para borxhe dhe para sa kohësh i ke dhënë. Pse 40 milion lek? Unë kam punuar në Greqi, zbashkë me vëllezërit, ati i kam aktualisht vëllezërit, i kam me letra, me dokumenta, gjitha të tëra. Po nga që vati ardhe me vëllezërit, ai vëllai ka lidhur me mua këtu në Kruj. Me mua në gjendje civile aty, në këtë trungu familjar. Puno kemi bë fjalë 2 procese pune, kemi marrë 25 milion në ditë. Po pra keni punuar shumë, po pse i dhe 40 milion lek tek kunetrit e tu? Nuk i lash, nuk i futa gjikunde aty se pasi se mikën një ato piramidet, fatet, piramidet, me ato hanga një, u falementohem nga to. Tani që thashën në zemen, më thanë ato vëzët e mata vetë, betën e tha, ti pusim në bank, tha, sigur tha, e ne kur tjenë nevojë tha, për me bë një shtëpi zgjidhim më të madh, 2+1, i ke gati parat. Mas 5 vjet, me kontrata, me çupat, pastaj be shtëpinë, kalon jetë lumtur. Kjo është e gjithë historia. Përpara 7 muajsh si ishte momenti ku 2 kunetrit e tu morën motrën e tyre nga familja? Si e morën ata? Në ç'më mënyrë që ju thoni është rrëmbim? Po rrëmbim, kjo është Po si ta morën? Si e morën Kjo është motrën e grafike tyre? dhënim, edhe nga ana psikologjike, shkatrim komplet, shkatrim totalisht, shkatrim familje. Zoti Urim, në qoftë se shu si thoni ju keni plotësisht të drejtë, por si arritën këta 2 vëllezër të merrnin motrën e tyre? Po. Si ta morën? Në ç'më mënyrë? Ato mua më vënë kusht, për presion, edhe më nusën. E rafi bërë sapë në shtëpi time aty, ishe në shtëpi. Në syrin tënd, rrinin bashortën. Po, më të vetë, e rafi në shpot. Po? Ja, për këtë jam, më qëtë ram, më ngellë fit. Bërë denoncim ti? Jo. Sepse është e rëndë që të rrihet bashortja në syrin e bashortit, Po, në apo bërë jo? delencim, ato bërë delencim. Se ai ka në fjallë raport mirë me policinë në Kruj se ka qenë kuzhinier. Kur ta morën motrën, çfarë të thanë? Kur ta morën bashortën, motrën e tyre, çfarë të thanë në ato momente? Më tha mu, o, ma e fëmijët, meri ka lamajt qupat, më rrim me vajzat, ne do ta marrim motrën në shtëpi, tha. Në atë ti si me lamajt, jetoni bashkë me gruan. Ky është gjithë shkaku. Po ju thatë pak më përpara që unë doja të merja vajzat dhe t'i doja me vajzat, ata nuk donin që të riktheshin vajzat në familje. Po tani po më thua krejt kundër të Urim. Po mirë, jam dakord, në rregull, të rinë aty kalamajt, rinë aty, vemi të i shikojmë, ne vatjare, të i marrim ka një, edhe të shojmë atje. Kjo është e gjithë historia. Mirë, përpara se unë të lidhe me njërin prej kunetërve të tu, i cili na ka dëgjuar në transmetimin e sotëm dhe gjithë rrëfimin tënd, do doja ndaloja në diçka tjetër. Çfarë bashorti je ti? Bashort, një punëtor, një hadëgji, një punëtor. Si sillesh me bashortën Shumë tënde? mirë. Shumë mirë? Shumë mirë. Shumë mirë. Ja, Nuk ka ankesa bashortja përkundrejt teje? Ja, nësë E ke dhunuar ndonjëherë bashortën? Jo, më vrap zotë, ja, më qoftë ram. Unë jem fetar, besimtar. Nuk luaj. Ndërkohë marrëdhënia jote me vajzat si është? Shumë mirë. Shumë mirë. I ke dhunuar vajzat ndonjëherë? Jo, nësë mënyrë. Ato Kush mund të dëshmoj që ti je një baba dhe një bashorti përkryer? Kush mund të dëshmoj për ty? Kush e di
se çfarë babai apo çfarë bashorti je ti? Po ndasa unë kam kaluar 20 vjet me të, kam letë 20 vjet martesë me kalamajt. Kjo nuk do të thot asgjë. Pa, unë jam 20 vjet, i thot gati shekuj. Zotë Eurim, kjo nuk do të thot asgjë. Se gratë kanë qëndruar të dhunuara për vite më shumë se sa 20 vite martesë. Po nuk jem alkoolist, as nuk jem penes, as nuk lusitina, unë jem një punëtor, shoh punën time sabin tim. Po nuk do të thotë që të dhunosh bashorten të luar skedina, të konsumosh alkool e të tjera. Njeriu që e ka në karakterin e tij, edhe dhunimin. Prandaj, po të pyes edhe një herë për herë të fundit përpara se të ballafaqohem me kunatin tënd. Ti e ke dhunuar ndonjëherë bashorten? Vajzat i ke dhunuar ndonjëherë? Jo, në asnjë mënyrë. Okej. Atëherë lidhemi drejt për së drejti me njërin prej kunetërve. Ai është zoti Artan, të cilin e përshëndesim në këto momente. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Zoti Artan, faleminderit që pranuat ftesën e emisionit Me Zemër të Hapur për të qenë përballë urimit. Çfarë ka ndodhur në familjen tuaj përpara 7 muajsh? Pse keni marrë motrën tuaj? Faleminderit për jush dhe ju emision të marrë si dëshironi. Ne motrën e kemi marrë për 7 muaj sepse motra ka 25 vjet me atë tip, me urimin. Po? Dhe ne nga 25 vjet, ne këte kina pas vetëm problemi, nuk kina pas asnjëherë qetësinë. Probleme të kunaturë. Ky ka më e pak 22 vjet që përdor dhunë motrën. Kam edhe raportin mjekësor të Durrësit që ka përdor dhunë. 2 vajzat, urimi ka 2 vajza. Se për momentin nuk isha mësi morën në telefon. Urimi ka 2 vajza. Vajzat e urimit ne kina shumë qendër shëndetësore, sepse ky është i tip i dhunshëm. Ky nuk di tjetër veç se dajak. Ne me këte kine pas shumë probleme. Zoti Artan, kush është arsye që urimi dhunon motrën tuaj, por edhe vajzat e ti? Arsye është sepse urimi nuk është njëri rregullt. Urimi është edhe nga gjendja shëndetësore ndryshon, nuk është urimi që mund të flas tani me urimin mos i ore, mos 2 orë, mos 10 orë. Urimi ka përdor vetëm dhunë ke fëmijët, fëmijët ka të dy, fëmijët kina të 2 smonë, i kina pas në qendrën e Durrësit të 2 vajzat, dhe nga që nuk ishe përshtatshme në qendrën e Durrësit, njërën kina kalu në Shkodër, ke qendra e Shkodër. Kuptoj. Por urimi ke qendra e Shkodër të fëmijë goca madhe, është 7 vjet, urimi nuk ka mund me shku me pa edhe i herë, me shku me pa fëmijën e vetë, po ne, unë vllai dhe motrat e mia, shkojmë e shikojmë, e kontrollojmë, merrna me ta, pyesim, veprojmë, sepse edhe goce madhe është e smunme. Nga dhuna që ka përdor urimi, sepse janë edhe dokumentat, flasin dokumentat. Kemi edhe dokumentat në Shkodër, dhunën. Kemi edhe gocë e vogël që na ka përdor dhunë, jo vetëm kur ka pas qenë të shtëpia, por ne kina shumë qendër. Dhe ne, unë edhe vllai kina bot pa mundën, jetë mundën. Si 3 motra, sepse motrën, unë e kam bërë, se motra është që unë ka 7-8 muaj. Dhe ne kemi bot pa mundën që urimin ta lejmë me motrën. Po kjo është i tip që nuk njeh përveç të dhunë asë ja. Pra, ju thoni që zoti Urim është një person i dhunshëm, motra juaj dhe mbesat e tua dhunoheshin, aktualisht motra jeton me ty, apo jo? Motra jeton për mu. A mund të mi vërtetoni me dokumente në qoftë se unë telefonoj në këto momente në komisariatin e Krujës? Çfarë ndodh, zoti Artan? Ka denoncime nga ana juaj? Mund të shpjegohem? Po. Në drejtorinë e policisë Kruj, para 4 vjet, a 5, nuk i di datat e 100% fiks, ne ishim atje sepse ky e dhunoi, dhe po tham herën e funit, e dhunoi dhe ky edhe trupin ja bëri zi, ndajak, duke vetëm dhunë e dajak. E kuptova, pra është e vërtetueshme kjo gjë. Dhe ne shkum, dhe ne prej Kruja na dërgojnë Durrës, sepse aty ishte qendra. Sepse Kruja ka qenë lidhur me Durrësin, shkum atje dhe morëm letrat që ky e dhunoi.
Të kuptoj. Ne policia na tha që ky tip duhet të futet mrena, po ne nuk kishim arsye sepse me fut mrena, ne kishim arsye që ky jetonte me motrën, që ishte kënaqësia për ne. Zotë Artan, kjo është e gabuar sepse policia nuk mund ti thot familjarit i cili bën denoncimin që ky person duhet hy brenda edhe në momentin që bashortet tërhiqin denoncimin, denoncimi vazhdon, hetimi vazhdon dhe personi që ka dhunuar duhet të kryej dënimin e tij. Prandaj ky nuk është justifikim, megjithatë do marrim masa të pyesim edhe në policinë e Durrësit dhe në atë të Krujës. Por do doja të ndaloja në një aspekt tjetër. Kjo është e vërtetueshme në qoftë se urimi është i dhunshëm apo jo. Të lutem zoti Artan, për të përfituar nga minutat e transmetimit të sotëm. Ju i keni marrë para borxh zotit Urim, i cili deklaron që keni 40 milion lekë të vjetra borxh? Ne urimin e kena marrë nga shtëpia që ka erdhur nga fshati vet, që ka erdhur Kruj, ka erdhur një palo pingat gris me pantoll. Ne i kena shërbe, jo urimit i kena shërbe motrës dhe 2 fëmijëve. Kuptoj. Po ky njeri i pa arsytueshëm, i pa kuptueshëm, i pa marrë vesh, sepse edhe herën e fundit që morëm motrën që shkom, sepse nuk arrita, unë kam shkuar javën e fundit, kam qëndruar më shumë te shtëpia e këtij, jo ke shtëpia ime. I lash të gjitha drejtimet e mia, shtëpinë time, si mos përdor të dhunë. Po ky përveç të dhunë, s'ki nuk njeh as i shok tjetër, as i mik. Artan, i keni para borxh urimit apo jo? S'bot fjalë për para. Ne nuk kemi nevojë se ne punojmë. Ju punoni, mirë, ndalojmë në një moment tjetër. Urimi me çfarë është marrë? Si e ka mbajtur familjen? Ku ka punuar ai? Urimi ka shkonte punonte i mujë në Greqi, Maqedoninë thonte të punuar. Vinte në Kruj. Po. Se ç'bonte, kalonte ke njerëzit e vet dhe ka qenë një tip që i papërshtatshëm edhe për ambientin e familjes vet, atje ku jeton vëllezërit. Artan, nuk ka siguruar të ardhura për familjen. Familja e Urimit dhe motra jote jetonin me të ardhurat e tua? Jo, ata jetonin të merrnin invalidin e fëmijëve dhe jetonin, por ne si vëllezër dhe motra nuk e kina lona asnjëherë mangut asnjë gjë ke shtëpia. Unë shtëpitë e kam futur në shtëpinë time, kam blerë unë shtëpinë. Mirë, ka qenë dëshira e motrës tuaj përpara 7 muajsh që ajo të vinte me ju dhe t'i thoshte stop dhunës dhe të jetonte larg Urimit? Ka qenë dëshira e saj? Kjo dëshira e jonë ka qenë jo të herë në punit, po ka qenë edhe më para, por unë isha me prindit dhe prindit kanë i vjetë gjimë që kanë vdekur dhe dëshira prindit thonin nuk është sepse nuk është e mira këta gjë, edhe ne duke menuar se ky njeri po kthen, sepse ky rasti sa herë ose 5 herë, nuk është e para, 2, 3, 4. Dëshira dhe motrës tuaj për të divorcuar nga Urimi, për të ardhur dhe për të jetuar me ty Artan? Ka qenë dëshirë e saj? Ajo ka ikur me dëshirë nga familja apo ka dashur të qëndroj me Urimin? Patjetër, ky ka qenë i ferë për ta, ka qenë njëri që nuk dinte as i komunikim, as i gjë, as i marrëveshje. Motrën e kam ke shtëpi ime nga 8 muaj, dhe para 8 muaj që ishte ke shtëpia e Urimit, ajo qëndronte më e pak ai ditë në spital, Krujt. Janë edhe shtrimet dhe serumet e gjanët, sepse kjo është i tip që ka fjalë dhe nuk ka vepra, ky ka vetëm inate dhe jo rregull familjar. Zoti Artan, në këto 7 muaj, kush është marrëdhënia që motra juaj, duke qenë se ju jetoni bashkë me të, ka me Urimin? Me Urimin... Në këto 7 muaj, si ka qenë marrëdhënia e tyre? Me te Urimin nuk kina as i lloj marrëdhënie. Jo, motra juaj si ka marrëdhëniet me Urimin, nuk ta bëj kot këtë pyetje. Si ka marrëdhëniet motra juaj në këto 7 muaj që jeton me ty larg bashortit saj? Si ka marrëdhëniet? Ose shputur 100% nga Urimi. Shputur 100%? Edhe Urimi, në telefonata që ka buke shtëpia, ku ka qenë motra prezente, unë s'kam qenë, motra ka hap telefon që nuk e ka di se kush është. Ky Urimi ka bo telefonata, dhe unë i kam thonë, nuk ke drejtën të bësh telefonata kur jem për qesh gjyqi. Atje vazhdojnë procedurë, ka bo telefonata edhe kërcënime edhe gjana që ka me motrën. Është në proces të zgjidhjes së martesës, pra ka nisur gjykimi i zgjidhjes së martesës, apo jo?
Po është nga 7 muaj, 8 muaj vazhdo procedurat e ndarjes. Që motra nuk ka marrëdhënie as telefonike me urimin. Atë në mënyrë urimi po, ka morë vetë dhe mund të ketë hapë njëherë motra ose 2 telefoni. Nuk jam i bind që të mund të rejë. Të bëjmë një pyetje tjetër, duke qenë se ka nisur gjyqi për zgjidhjen e martesës, ajo seanca e parë e pajtimit është kryer? Atje janë kryer gjitha seancat, edhe para edhe dyta. Mu më intereson e para, seanca e parë, Artan. Pa tjetër. Çfarë kanë dëshmuar palët? Duan të jetojnë me njëri tjetrin apo jo? Se mu më rezulton e kundërta. Motra nuk pranon asë në mënyrë, edhe para 4 vjeç, 5 vjeç, ku kina qenë gjyq, në seancat e pajtimit, motra nuk pranon dhe bom shumë seanca, dhe ishe forca janë që pranon dhe u sfërtum që të jeton dhe morimin, sepse nuk dushim darje, dushim vetëm jetesë. Atëherë, zoti Artan, ju mohoni që motra juaj po mbahet me forcë nga ana juaj. Si? Motra po mbahet me forcë nga ana juaj aty ku është? Kërkon të rikthehet ke urimi? Asë me mënyrë jo, unë nuk kam drejt të akuzoj njëri i fortë e gjë, motra ka dëshirën e vetë, motra nuk pranon me atë njeriu, motra thatë, unë kam qenë dhunuar, tha nga 25 vjetë, për ti njeriu. Edhe ka borgjë nuk i keni, Artan? Nuk botë fjallë, unë e kam majtje për pare, unë kam nevojë për pare të urimit. Kuptova. Ndërkohë, zoti Urim, keni pretenduar në denoncimin që keni bërë pra redaksisë emisionit me zemër të hapur, që në këto 7 muaj bashortja juaj mbahet me forcë nga ana e vëllezërve. Ndërkohë që ju keni një marrëdhënie të shkëlqyer telefonike së bashku dhe ajo kërkon rikthimin tek ty. Artani tha të kundërton. Çfarë do t'i thuash Artanit? Ana më mirë nga ana ime, që unë të jemi tjetër që të jetoj më urimin. Unë të edhe që kam dëshiruar dhe ose 5 herë. Po kjo është një tip që mund kaloj i apë, i mu e shumëta dhe për të rëzunë. Dhuna nuk është, unë i kam full shumë edhe japë në bunit. Më ktheu vetëm dhunë mos përdor se mota tjerë. Zoti Artan, unë kam kuptuar gjithë rrëfimin tuaj, ne kishim paraprirë që ky do ishte rrëfimi juaj, duke pretenduar që nuk e keni marrë me forcë, duke pretenduar që nuk keni para borxh urimit, madje jeni ju që e keni mbajtur urimin, por në të kundërt dëgjojeni pak se çfarë thot urimi në këto 7 muaj që motra juaj ka jetuar në banesën tuaj. Urim, si është marrëdhënia juaj me bashorten? Në qoftë se unë e marr bashorten në këto momente, çfarë do të më thotë për ty? Që mbahet me forcë nga ana vëllezërve? Po, e marr me forcë. Se unë ajo i kam rëdhu pensionin, i kam thënë invaliditet. Unë kam rëdhu me shoqëri, me miqësi, dash me diti, se nuk i takon. Mirë, që jeni një person i dhunshëm si hidhni poshtë pretendimin e Artanit. Janë gënjeshtra. Më rap zoti mandal, ja. Po për sa i përket parave borxh. Po, me kanë gënjeshtra, gjitha totalisht janë të gjitha çfarë thotë Artani janë gënjeshtra? Mashtrimen, totalisht mashtrimen. Po pse duhet mashtroj Artani? Po to më justifikoj vetën, më bëj vetën vet. Po pse duhet ta justifikoj vetën? Motra vlezën. Po ti thua në këto 7 muaj bashortja ime mbahet me forcë. Me bën presion psikologjik. Si është marrëdhënia juaj? Telefonojeni për ditë? Jo, më vras zoti mand, jo. E telefonon për ditë bashortën? Jo, kam folur me ata. Një herë ke folur. Ta marrim po thoshin një ditë, një javë marrin telefon. Haurim si e skalon, në shtëpi tonet. Ku shtëpinë kam bërë vetë unë. Unë kam qenë Greqi, kam thënë urdhë parat. Si kunetrit të telefonojnë ty çdo ditë? Ja një 3 ditë, një herë në 3 ditë, 2 herë në javë të telefonojnë kunetrit. Përse të telefonojnë? Për respekt. Për respekt? Po ato të kanë marrë bashortën, ti ke ardhur në televizion dhe po i denoncon. E pa mund pikërisht, po këtë punë kam marrë. Për çfarë pse mbajnë pek nusën? Pse për çfarë pezo? Po se ti je i dhunshëm thonë ata. Jo, nëse më vjen vakt zoti i madh natë. Jo. Pra, nuk ka, në qoftë se unë do telefonoj në policinë e Durrësit dhe të Krujës, nuk ka denoncime për kundrejteje. Nëse më qenë ti denoncime që janë pse vetë aty. Atëherë ka nisë gjyqi i divorcit. Po jemi të bëj gjyq për këto, pse kanë dhënë para, kanë dhënë lek. Ku e di ti? Po e di shumë mirë, kanë dhënë lek këto. I vërteton dot se ka në akuzat rënda? Shumë, jem 100% i sigurt. Kush ti ka thënë që ka dhënë para? Për çfarë duhet? Ka avokat tha. Po avokatin do ta marrin, normalisht dhe avokati paguhet. Po normal që do marrin avokat. Pas pajtimi, unë do nusën shtëpi, më thënë, "Kana mati liem aty, ti marr një me mundësive sa mund të kemi, vati ardhe." Pra ti kërkon rikthim me bashortën. Nusën shtëpi se vjet tani se. Okej. Artan më dëgjon? Patjetër. Kërkon rikthimin me bashortën, po, kërkon rikthimin me bashortën. Jeni dakord ju si vëllezër që motra juaj të rikthehet tek bashorti? Po, jena jo dakord, por shumë dakord, sepse edhe unë kam fëmijët e mi, kam shtëpinë time, kam tërtimet e mia,
invalid i plot jam. Unë nuk e kam mundësin bile ta majto, po jam i detyruar sepse motrën nuk mund të largoj motrën për arsye se ishe kismet i keq me ta, me i tip si ky. Artan, jeni gatshëm që ditën e sotme që motra juaj të rikthehet tek urimi? Po ne jena këtë gatshëm, po nuk pranon motra. Nuk pranon motra. Mirë, më duhet të dalë në një hapësirë publicitare Artan, mos u largon nga lidhja telefonike, të shkëmbejmë numrat e telefonit, të marrim edhe numrin e motrës, le të deklaroj motra juaj përballë bashortit të saj, sepse tek e fundit është ajo që do jetoj me urimin, në qoftë se do të rikthehet apo jo. Reklama, rikthehemi më njëherë. Miqtë e mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Në pjesën e dytë dëgjuam pra edhe njërin prej kunetërve të zotit Urim, që kam të ftuar në këtë studio, më hoj borxhin ndaj urimit dhe të paktën ajo çfarë na kënaqi më tepër teksa dolëm në hapësirën publicitare ishte që vetë Artani ishte dakord të rikthej motra tek urimi. Ato nuk kanë kërkuar asnjëherë ndarjen e motrës, edhe pse ka nisur për të disa të herë procesi i zgjedhjes së martesës, nuk tha asnjë kush përkundrejt urimit, megjithatë nëse ekziston dhuna, është vetë zonja e cila ndoshta në këto momente është gati lidhja telefonike me të, sepse Artani na ka dhënë të gjitha mundësitë për të komunikuar me zonjën në fjalë, ajo e ka fatin e saj në dorë, nëse do të rikthehet tek urimi apo jo, dhe kush janë kushtet, nëse urimi e ka dhunuar siç ka pretenduar Artani në lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Ndërkohë që regjia bën gati edhe lidhjen me Artanin, pash Gjoj që kisha disa pyetje për t'i bërë zotit Artan, apo jo? Në këndvështrimin e parë me atë nuhatjen tënde profesionale dhe si ndërmjetëse e palëve, do doja të dija, jemi afër një ndërmjetësimi, mundet? Ndoshta ajo lajmi mirë që na dha Artani që unë dua të rikthehet motra në familje? Është lajm shumë i mirë, por normalisht vendimi kryesor i përket zonjës, e cila normalisht mendoj që do prononcohet tashmë përderisa na ka dhënë gjithë mundësitë për të komunikuar. Shikoj që situata mendoj në këndvështrimin tim që është e rregullueshme dhe sigurisht me tolerancën e të dyja palëve mund të arrijmë në ndonjë ndërmjetësim që mund të jetë i suksesshëm. Çfarë nuk shkonte tek rrëfimi i njërit dhe tek pretendimi i tjetrit? Për sa i përket marrëdhënies së borxhit, kishim versione të ndryshme, megjithatë unë mendoj që ka edhe institucione të cilat do të zgjidhin këtë pjesë, qofse ekziston ky borxh apo jo. Nga shkresat që kisha unë në dorë që i përmenda edhe në fillim të emisionit, nuk kisha ndonjë shkresë që ju keni dhënë 40 milion lekë. Ajo, nëse ja keni dhënë, sigurisht ja keni dhënë në marrëdhënie besimi dhe ju e pretendoni, por normalisht duhet i drejtoheni gjykatës ose edhe institucioneve përkatëse për të vërtetuar këtë pjesë. Gjoj, unë shikoj certifikatat familjare, ndërkohë që do doja të dija në trungun familjar, një certifikat e lëshuar e kujt date ekziston apo jo vajza e madhe në trungun familjar të urimet, apo ajo është trungu familjar në vete? Po e visë është e vërtet që njëra nga vajzat është shkëputur nga trungu familjar, sepse certifikata e datës 14/4/2015 janë të gjithë, janë të katërt, dhe në certifikatën që është marrë në datën 7/12/2016, vajza është shkëputur. Por këtu kujtoj se vajza ka mbushur moshën dhe ajo dhe mund të operoj vetë, që do të thotë është madhore. Edhe pse vuan nga shëndeti mendor? Ajo sigurisht që trajtohet nga një qendër e cila ndodhet në Durrës dhe ishte shtetërore, nga qendra e zhvillimit rezidencial shtetëror, dhe normalisht në bashkëpunim me qendrën mendoj që mund të jetë bërë shkëputja dhe nuk mendoj që vëllezërit do kenë. Nëse është e detyrueshme nga qendra, duke qenë se është edhe një qendër rezidenciale shtetërore, thoni ju, a duhet ishte marrë miratimi i prindërve pse duhet të shkëputej vajza nga trungu familjar, çfarë ka irrituar shumë zotin Urim? E visë në dispozitat ligjore themi që në momentin që një person minoren bëhet madhor, adult, do me thënë, ka të drejtën të vendosi vetë për veten e tij. Dhe nga shkresa që kam nga shërbimi social shtetëror i Durrësit, më specifikohet që është me aftësi të kufizuara dhe ndoshta nuk kemi të bëjmë me aftësi të plota, do me thënë të shëndetit mendor, dhe mendoj që disa të drejtë ajo mund t'i ndjeki dhe vetë, siç mund t'jetë edhe shkëputja nga trungu familjar. Ndërkohë që kemi bërë lidhjen telefonike me vetë Artanin, për cilin besoj se keni pyetje të dyja, për të orientuar sa më saktë dhe për dhënë orientimin ligjor, por edhe psikologjik për të dyja palët, do doja ta përshëndesja edhe një herë Artanin. Artan, edhe një herë të përshëndes.
Përshëndetje. Është momenti për të folur të dyja specialistët, avokatja dhe psikologja, të cilat kanë pyetje të drejtë për drejta me ty. Pak më përpara na ke dhënë numrin e telefonit të banesës, ku ne telefonojmë vazhdimisht dhe motra juaj nuk e ngrë telefonin. Më duhet të flas dhe të komunikoj me të marrë dhe mendimin e saj. Gjithsesi, motra e kam një shtëpi të shputme, nuk e kam ato ke telefoni. Megjithatë më duhet të flas, dikush që jeton me motrën tënde, ndonjë bashorte jote, ndonjë fëmijë që mund të ketë telefon dhe të bëjmë një komunikim me të? Nuk janë fëmijët janë në për shkolla. Janë në për shkolla, mirë. Unë se kam ditë se kishëm për të shtëpia, se s'është problem fare. Atëherë, më shuaj një kuriozitet, nëse në këto momente unë e marr motrën tuaj dhe i them të rikthehet ke urimi, do rikthehet motra? Po patjetër, pa det motra pse mos kthehet. Pas një lloj kushti, rikthimi i saj është pas një lloj kushti artan, se më duket pak e çuditshme të rikthehet ke dhunuesi për 20 vite. Dëgjoj sekond. Po. Motra ka 25 vjet pret i tipi vetëm dajak dhun ka përdor. Por këte janë edhe shkresat, janë edhe raportet. 2 fëmijë që kemi me ta, me këtë lloj tipi, me motër, i kemi më qendra sepse ky ka vetëm dajak dhe nuk ka përdor asgjë gjë me fëmijë. I prind që përdor dajak, vetëm dajak me fëmijë. E ka edhe fëmijën e Shkodrës për momentin, ne kemi pasën për spitale. Ky ka 7 vjet që jeton. Që ka jetu me motrën ka 8 muaj kina mora, 9 vjeta nuk e ti 8 vjetë se sa kina shput gocën e madhe. Se kina shput ne, kina shput institucionet e shtetit. Sepse ata bëjnë punën, kurse ne jena në zbatim të rregullit dhe ligjit. Jo, mua më vjen mirë që mendoni kështu, sepse kështu duhet jetë për çdo qytetar. Megjithatë, kam një pyetje të fundit. Ju jeni në dieni përse vajza e madhe është shkëputur nga trungu familjar dhe ka kaluar në trungu familjar në vete? Vajza e madhe u ka shkut ka trungu familjar, sepse nosha nuk e di rregullat, por nosha ka e mosha dhe kur vjen mosha do të futet. Nuk arrita ta dëgjoja mirë. Kur vjen mosha e fëmijës, 18 vjeç, fëmija shputet dhe ka shput shtet me shtet dhe nuk mund të bëna me ata punë. Megjithatë, ju keni qenë në dieni pra. Ajo mbushi moshën madhore 18 vjeç dhe është e detyrueshme, thoni ju me ligj, të shkëputet nga trungu familjar. Patjetër edhe një fëmijë i cili kërkon të jetë në trungun familjar të prindërve, i cili nuk kërkon të krijojë një familje në vete, ju thoni në momentin që mbush 18 vjeç, kalon në trung familjar më vete. Ku ka gëzim më të madh që në qendroj motra me fëmijët në urim. Avokatën, sepse më duket e palogjikshme kjo që thoni ju, megjithatë. Ajo që thot zotëria nuk është e vërtetë, sepse shkëputja nuk ndodh automatikisht. Ajo ndodh vetëm me një kërkesë që drejtohet gjendje civile, duke i përcaktuar edhe. Kush duhet ta bëjë kërkesën? Në rastin konkret kush mendon se mund ta ketë bërë? Në qoftë se zonjusha ka mbushur 18 vjeç, ajo drejtohet vetë, nëse ajo ka të meta mendore, të cilat mendohet që këto veprime juridike nuk mund t'i krye dot vetë, i kryen një përfaqësues i saj, që edhe ky përfaqësues caktohet me vendim të gjykatës. Të kuptoj. Kështu që në këtë moment nuk mund bëhet automatikisht kjo. Pra me vendim gjykate artan, vajza ka kujdestari që e ka marrë në mbrojtje? Me sa di unë, vajza e madhe, ka kujdestarim, duket se e ka pas nga ne vllajt dhe me rregullat që ka shteti, do të kenë thirr edhe vllajt, me sa më kujtohet se nuk jam i bind për këtë punë, por shkutja ka bërë sipas rregullit që pse kanë qenë institucionet shtetërore që kanë vepruar, dhe jo ne. Një ndërmjetësim artan se si duhet veprohet, në qoftë se edhe motra juaj, cilën për fatkeqësisht nuk e kam dot në lidhje telefonike sot, pretendon të rikthehet tek urimi me kushtet e saj dhe për të arritur një ndërmjetësim sa më të mirë, dëgjoni rrugën se si duhet ta zgjidhim mbas mbarimit të transmetimit të sotëm rikthimin e motrës tuaj tek urimi. Në qoftë se ekziston dëshirë e saj gjithmonë. Po, Xhoit, lutem. Po, visi unë kujtoj që martesa është një bashkëjetesë ligjore e bazuar në rregulla, mirëkuptim, mirëqenie, dashuri midis bashkëshortëve. Dhe deri në këtë moment që ne nuk kemi asnjë vendim për zgjidhjen e martesës, do të thotë që palët janë të martuar dhe sigurisht duhet të jetojnë edhe bashkë. Ne normalisht jemi në pritje të vendimit të gjykatës se çfarë do të vendosi, por gjykata e ka të detyruar që e kjo e përcaktuar dhe në kodin e familjes, që dy seancat e para janë seanca pajtimi ku të dyja palët duhet të paraqiten dhe nuk mund të zhvillohet pa prezencën e të dyja palëve.
aq më tepër kur palët janë prezent dhe jetojnë dhe në Shqipëri. Gjoj, mua më duket pak enigmatike ku zoti Urim pretendon se nuk ka dhunuar absolutisht asnjëherë bashortën dhe vajzën, ndërkohë që Artanin e shikoj të gatshëm që motra të rikthehet tek Urimi, por pas një lloj kushti. Unë do mendoja që Artani si vlla dhe përgjegjës për motrën, të thoshte të kthehet, shumë mirë që nuk kërkojnë prishjen e kësaj familje, po të paktën të kishte disa kushte, duke qenë se ajo ka qenë e dhunuar për 20 vite. Marrim të mirëqen atë që thot Artani. Marrim të atë që thot, megjithatë unë ka pa disa momente që në disa raste ishte edhe pak kontradiktor. Artani ishte kontradiktor. Ku? Në çfarë pikash, sepse vazhdon që ndron lidhje telefonike Artani. Mendoj edhe te pjesa e borxhit, kur i bëhet pyetjen ju zonja Evis, heshti dhe më pas e kishte të vështirë të thoshte kam apo nuk kam borxh. Edhe tek pjesa e dhunës në familje e ka marrë me dëshirë, pastaj tregoi dhe një histori të dytë. Ishte pak kontradiktor, megjithatë unë mendoj që këtu e rëndësishme është aspekti final që ai kërkon ta rikthej motrën. Absolutisht, kështu që unë i bëj thirrje të dy vëllezërve edhe motrës që të ulen të gjithë palët bashkarisht, të vendosin disa rrugë komunikimi për të arritur një histori të suksesshme, po themi, sepse dhe motra nuk mund të mbahet me forcë apo me presion siç pretendon zoti Urim. Siç pretendon Urimi, por rikthimi i zonjës tek zoti Urim, nëse ato që tha Artani janë vërteta, nuk e di se si mund ta kthejmë zonjën tek dhunuesi i saj. Do ishte shumë mirë që për 20 vitesh. Zotria që është telefonues të na vinte në dispozicion një numër telefoni për të kuptuar vërtet qëndrimin e motrës, sepse në fund të fundit ai është personi kryesor që duhet të vendosi. Se Urimi thotë që kanë marrëdhënie me bashortën telefonike, kanë komunikim telefonik. Kanë marrëdhënie të shkëlqyer madje telefonike. Edhe në këto 7 muaj kanë mbajtur një marrëdhënie të fortë midis tyre. Por pretendohet nga ana e zonjës që mbahet me forcë nga ana e vëllezërve, nuk e dim. Megjithatë, ju thoni që jemi shumë pranë ndërmjetësimit nga të dyja palët. Sepse zotria vllai i zonjës nuk shfaqi asnjë lloj pengese që motra të rikthehet tek i vllai. Dhe kjo ka pikë pyetjen e saj ndoshta. Ka qenë kontradiktor Artani, thot avokatja Gjojnela, për të kaluar tek psikologja, jon tek Lorela. Në këndvështrimin tënd, në nuhatjen profesionale, pa u pozicionuar, je nga ato psikologi që nuk pozicionohesh me palët dhe që e miratove këtë ballafaqim të sotëm për t'i dëgjuar të dyja palët. Ku je tashmë? Unë për vete jam më konfuze se në fillim të emisionit. Pikërisht, do të thotë që nëse në fillim kishim mezi prisnim të kishim ballafaqimin dhe siç unë i parapriva sigurisht do kishim një perspektivë tjetër nga telefonuesi, nga i vllai i vajzës, i zonjës. M'falni, ideja është që janë dy histori krejt të ndryshme, domethënë, dhe unë besoj që jo vetëm njëri në telefon është kontradiktor, po edhe zoti Urim këtu, do të thotë që realisht jemi të gjithë duke folur dhe në emër, domethënë me kryefjalën e zonjës, ndërkohë që ajo nuk është fare, këtu nuk e dim fare çfarë mendon, çfarë dëshiron, çfarë ndjen, si ka qenë martesa e saj. Do të thotë që mund ta imagjinojmë si një mozaik ose si një puzzle ku mungojnë shumë pjesë. Dhe derisa është kështu, ne dhe si profesionistë kemi shumë të vështirë të vëmë disa pika mbi. Kjo do të thotë që mbase do të kërkohen jo vetëm ndërmjetësime, po edhe një lloj qartësimi i situatës nga të dyja palët, sepse është e vërtetë që në momentin që i vllai pretendon që Urimi është dhunues, si do ta kthej ka shkollajt motrën aty apo jo. Ose ai çfarë interesi ka ta marrë motrën, domethënë ta mbaj kur ashtu siç ai tha dhe unë mendova që në fillim ka familjen e vet, ka hallet e veta, ka fëmijët e vet, nuk ka pse ta ketë këtë ngarkesë. Mendon se mund të fshihet një lloj interesi nga ana Artanit që ka marrë motrën, janë të rrallë vëllezërit që e shikojnë motrën dhunohet dhe ta marrin në familje? Jo, është shumë e natyrshme që ti dalësh në krah motrës, sidomos kur ajo mund të jetë pak më e brisht apo me nevoja të veçanta. Është shumë njerëzore. Apo luhet me zonjën nga të dyja palët, Lorela? Më duket sikur ajo po menaxhohet si nga ana e bashortit ashtu edhe nga ana e vëllezërve. Kam shumë merak se po flitet në emër të saj, domethënë kryefjala është ajo dhe ne nuk e dim fare cili është mendimi, qëndrimi i saj, çfarë ajo dëshiron, a është dhunuar apo jo, a do ajo realisht kthehet, nuk e dim. Megjithatë pse ka lejuar këtë lloj manipulimi, sepse unë shikoj që ajo është lehtësisht në karaktere manipulueshme nga palët. Pra, edhe nëse ne telefonojmë, kushdo lloj përgjigje e saj mua më duket me palën e cila e menaxhon më mirë situatën e zonjës. Mund të jetë manipuluar, mund të jetë edhe pasive, mund të jetë për arsye të faktit që nuk merr dot lehtësisht vendime vet në mënyrë të pavarur dhe individuale. Ne nuk e dim se deri në ç'të shkallë është arrin gjykimi, arsyetimi i saj dhe vendimarrja, kështu që për sa kohë nuk i dim këto. Kemi dy zotrinj këtu që thonë që ja duan të dy të mirën në mënyra të ndryshme, domethënë i shoqi dhe vllai. Për kë do ishe më shumë, për ku duhet jetoj zonja më mirë? Si mendon, të dy i ke dëgjuar?
Me kaq sa ke dëgjuar, apo të duan të tjera konsulta? Do me thënë, derisa ajo është e martuar, unë besoj që duhet jetojmë me bashkëshortin. Po në qoftë se ai është i dhunshëm? Nëse është i dhunshëm, ja, sigurisht që ja. Edhe në qoftë se premton edhe publikisht për të mos e dhunuar? Jo, është i rreth viciozo, nuk besoj. Më bëj një profil të dhunuesit dhe sidomos bashkëshortë dhe shqiptarë që dhunojnë vazhdimisht. Çfarë ndodh me ta? Se ata premtojnë vazhdimisht, por është një që ne në psikologji quajmë edhe sindroma e grave të rrahura, në thonjza. Sepse zakonisht ne dëgjojmë nga këto rastet e dhunës në familje të gradëve që kanë vite sistematikisht dhunojnë dhe themi, po mirë ky është i tillë. Po kjo pse nuk e ndan, pse nuk divorcohet, pse nuk krijon jetën e vet etj. Është një gjendje varësie, domethënë dhe problematika është një zinxhir problemesh, le të themi, që kanë shumë hallka dhe shumë zinxhir. Kryesori dhe çdo gjë buron nga mungesa e pavarësisë ekonomike dhe individuale të gruas. Do të thotë që një grua që është e papunë, është e pashkolluar, nuk ka një zanat sajn, nuk mund ta përballojë jetën e vetme, sigurisht që është një gjendje varësie dhe do ajo do jetojë me abuzuesin. Është një gjendje nënshtrimi që fati rrethanat ja detyrojnë. Në këtë rast ne mund ta hipotetizojmë sepse unë doja të pyes zonja ka punuar ndonjëherë? E ka marrë me 4 Atëherë s'ka punuar. S'ka punuar asnjëherë. Do të thotë që nuk ka punuar, por kjo nuk do të thotë që ajo nuk sjell të ardhura, se ka një pension invaliditeti, edhe bashortja e urimit. Duhet të themi që edhe ajo kontribon në anën financiare në familje. Është pensioni i 2 vajzave. Do të thotë të ardhurat e familjes më shumë sigurohet në këtë mënyrë, domethënë nga ndryshon një dhunues sepse folëm gjithmonë për viktimë, po dhunuesi ndryshon? Por ju psikologët asnjëherë nuk jemi shumë optimist në këtë pjesë. Dgjoj, çfarë do lloj gjëje mund të ndodhë? Ka pasur rikuperim ndonjëherë tek ndonjë dhunues? Unë nuk mund ta vë dorën zjarr dhe të them kjo është e bardhë, kjo është e zezë absolutisht. Por gjasat janë që dikush që ka dhunuar gruan, flas në përgjithësi në këtë rast. Për 20 vite me radhë është shumë e vështirë që të heqi dorë nga kjo, sepse bëhet një komunikimi fatkeqësisht dhuna. Një tjetër aspekt që ka pa, jo vetëm kushtin e zotit Artan për ta rikthyer motrën, por gatishmërinë për ta rikthyer ke urimi, edhe pse tha që ai është një dhunues prej 20 vjetësh, mua më bëri përshtypje edhe zoti Urim, nuk vure asnjë kush për kunetrit për rikthimin e bashortes. A do ishte dakord ju të falnit borxhin në qoftë se borxhi ekziston, zoti Urim, apo ti kërkon edhe borxhin edhe bashortën? Unë kërkoj ty zonja në fasi kemi të remi. Po, gazetar, nuk ka rëndësi, po. Motor, të vije bashkëpunim, se kemi qenë 20 vjetë, se s'ka motor pa 20 vjetë pa e mon tani. Pra, kërkon komunikim me ta, kërkon bashkëpunim. Nuk du për qare. Ke kushte për kunetrit? Po, kush janë kushtet e tua? Ta dëgjoj dhe Artani, se është në lidhje telefonike. Kam latriqe, frifer, dush, zë gjotë, të toj kam, fshes korrenti, kam gjitha. Jo, kushtet, jo për kushtet ekonomike. A ke ti kusht për rikthimin, si duhet sillen kunetrit me ty? Çfarë kërkon ti nga ata? Jenë shumë mirë si me mua ata, nuk din tani për çfarë. Po ata morën para 7 muajsh me forcë motrën dhe nuk ta rikthejnë? Po, është puna këtu ideja që mos i marr vajzat unë, mi lan atje, prandaj. Kjo është e gjithë historia që bëjnë ta. Pa atëre, çfarë kërkon ti, që vajzat të qëndrojnë atje, të mos i marrësh në familje, thua ti, se ti kërkon rikthimin e vajzave në familje. Ndërsa kunetrit e tu nuk e kërkojnë rikthimin. Po, ne normal e kemi rënë dakord për këtë punë. Keni rënë dakord? Që vajzat vazhdojnë të qëndrojnë në institucion? Ku të bëjmë mirë, ne t'i majmë. Ku të bëjmë mirë, ne t'i majmë. Po ti ke të gjitha kushtet? Po, kushtet, ajo e madhe nuk ka gjë, po nëse është e vogla me çik po probleme. Po atëre e madhe kur nuk ka gjë, pse nuk rikthehet familje, sepse këtu është një pikë pyetje. Mos e dhunoni, ashtu si pretendon Artani? Në qoftë ja, mos shkoj, mos bëja shtëpi, më radh zoti, ja, mos e fal, Allah është i madh, mos e vëmrat zoti. A dënat fëmia, pa gjak vite fëmia jote. Ta ka falë zoti, o dhërat. Nuk ke asnjë kusht për kunatin që të rikthej bashorte në familje. Asnjë lloj kushti dhe ti. Shtëpia është hapur. Shtëpia është e hapur. Çfarë kërkon nga ata kur ti jetosh me bashorten tënde? Të të lërin qetë, mos ndërhy në punët e tua familjare? Po pra, këto janë kushtet, mund t'i themi diçka. Ti ke ato se i kanë bërë ligjin deri tani, ato kanë bërë ligjin shpitime. Të mos e bëjnë më këtë gjë. Në kontroll gjithë shtëpinë. Unë në Greqi të punoj imigracion me gjithë vëllezërit. Ato bëjnë ligjin shpitime, se e kam mandat. Parat i do, parat borç. Po parat unë i du se e kam për shtëpi me ble shtëpi. Jo me bë qetin vet. Ato si mas interesat e vet. Pra, kërkon dhe parat dhe bashorten. Parat të vinë se të ble shtëpi. Me kushtin që mos ndërhyn më në punët e tua familjare. Po. Ajo është gjitha historia. Po edhe ti nuk duhet dhunosh bashorten. Në rastin unë merr numrin e telefonit tu, policia aty është gati dispozicion. Prokuroria gjykata, unë shkoj vet. S'ka nevojë me marrë me forcë, shkoj vet. Mirë, nuk e dia e ka dëgjuar Artani, a vazhdon të jetë zoti Artan në lidhje të drejtë për drejtë telefonike me gjithçka çfarë ka thënë. Po, Artan. Unë si urna patjetër. Po. Unë me ne me urim kini 25 vjetë që merrna me ta. Alo. Po, ju dëgjoj. Dhe ky
nuk është i tip i pasër dhe i saktë. Ky ka përdor dhunë fëmijët, janë edhe raportet të motrën. Ky edhe vajzat që merren nga qendra që e kina morën nga Durrës, e kina provë ke shtëpia. Po. Ky ka dalë me vajzat me lyp, ku ne nuk e kemi të nevojshme për me lyp. Duhet kërkuar fete e gjana. Urimi nuk ndryshon, thoni ju. Është i tip që ana më e mirë që të jetojshin bashkë, po kur mata nuk pranon, ku ky është agresiv dhe i ka gjitha të qijat, Po. unë nuk mund të tham motrës me zërë me shku, ku e thatë nuk mund të jetoj me ta, sepse vetëm e ka dhunuar. Kuptova, ndërkohë që avokatja kërkon t'ju bëj një pyetje se jam në fund, të lutem. Pa tjetër si duni ju. Avokate. Zoti Artan, ju akuzuat që urimi prej 20 vitesh ka dhunuar motrën tuaj. Pa tjetër, janë edhe raportet. Okej, si ka mundësi që ju shfaqet një gatishmëri shumë të madhe që motra të riktheshe që ditën e sotme tek bashkëshorti, ndërkohë që ju pretendoni që ai ka qenë i dhunshëm gjatë këtyre 20 viteve? Unë dëshirë, nuk e shfaqet se nuk do të jetojnë me urimin. Dëshira është e motrës. Dhe jo imja, unë motrës i kam thonë sa herë më qofta se të merr menja tjetër me urimin, është ana më e mirë që mund të jetoj, që mund të ekzistoj. Kurse ajo nuk pranon se thatë është vetëm i dhënë. Thatë pak më përpara që urimi nuk ndryshon. Nuk ndryshon, është i tip që nuk ndryshon. Ai tip çdo moment vje bot dhe më i keq. Edhe sikurse unë ta bashkoj tani me motrën, ai do të munoj të gjejë rrugën se si ta eliminoj motrën. S'ka gjë tjetër për ti. Megjithatë, zoti Artan, urimi e ka bërë pretendimin e tij. Riktheni paratë që i keni marrë borxh, riktheni motrën tuaj, bashorten e tij dhe mos u përzieni më në punët e tij familjare. Ju çfarë kushte keni për urimin? Për ta mbyllur me thirrjen tënde, po. Unë për urimin kam vetëm këtë thirrje. Po. Urimi të kthehet një njeri normal, Po. vazhdoj jetën e vet si ta ka, dhe motra në qoftë se dëshiron të jetoj me urimin, nga ana ime nuk ka asnjë lloj kufizimi, asnjë lloj caktimi. Faleminderit zoti Artan që ishte në lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Palët e kanë dhënë versionin e tyre, pritet vetëm ndërmjetësimi tashmë, jemi larg apo afër ndërmjetësimit. Thirrjet e të dyja palëve, sa të qarta ishin? Si mund të sheshohen? Mendoj se nga të dyja palët ka tolerancë. Ka tolerancë, okej. Pra jemi afër ndërmjetësimit. Jemi afër, mendoj. Tani të shpresojmë vetëm të rikthehemi tek teleshikuesi me lajmin e mirë. Lorela, për ty, afër ndërmjetësimit? Besoj se afër, kjo e fundit po, që tha i vllai. Do të thotë që qëllimin e kanë të mirë, do të thonë dëshirën e kanë të mirë. Gjithsesi i mbetet për të folur dhe protagonistja e cila nuk e dëgjua ditën e sotme. Ju falenderoj të dyjave për prezencën në këtë studio, zoti Urim, të falenderoj dhe ty me këtë gjë të fundit që tha kunati juaj Artani. Mendon se i je larg rikthimit të bashortës në familje? Apo i afër? Këto e majnë se më duhet ta mbyll. Je larg apo afër ndërmjetësimit? Mund të rikthehet? Nuk ka një rukëzidhe kjo, tani... Ka rukëzidhe, thoni ju. Si do ti, kjo përqarja, kjo është, më kanë zhvesh dakurisht me ne me thanë, komplet totalisht, jem lemenu, jem i marruën. Megjithatë ti dëgjove thirrjen e Artanit. Riktheu normalitetit dhe në qoftë se bashortja jote ka dëshirë për të rikthyer tek ty, vazhdo siç ke funksionuar me familjen tënde dhe kjo ishte me pikë pyetje nga ana e Artanit dhe gjithçka funksionon. Mendon se i afër rikthimit? Afër, Zoti është i madh. Zoti është i madh. Do na kthesh me lajmin e mirë që je? Unë po t'jap garanci, t'jap të me vull me firmë, në rast se unë kam qenë dënues e në jem prap, burgu prit atje, është hapur, jo sa për mua, për gjithë personat që bëjnë faj, që janë faktorë që aktorisht që bëjnë trazira në shtëpi, bëjnë në fjalë gjëra që s'do të bëjnë. Patmon është gjykata prokuroria burgu. Unë falenderoj dhe të uroj një rikthim sa më të shpejt bashortës tënde në familje. Miqtë e mi, ju falenderoj dhe ju për vëmendjen që na kushtuat. Vazhdoni na shkruani në faqen tonë të Facebookut emisioni me zemër të hapur, jepni mendimet dhe opinionet tuaja për temën e ditës, ndërkohë që bëni dhe denoncime në këtë faqe Facebooku për të kthyer personazhe të studios emisionit tonë. Të gjithë ju që nuk na keni ndjekur drejt për së drejti në orarin e zakonshëm të zhvillimit të këtij emisioni, na ndiqni edhe në agjencinë e lajmeve Balkan Web. Faleminderit Balkan Web, bashkë takojmë në ditët në vijim. Deri atëherë, mirë u takofshim.